Kryeministri Edi Rama po zhvillon ditën e dytë të vizitës në Vatikan, shoqëruar nga bashkëshortja Linda dhe djaliti Izaho. Kreu i qeverisë u takua me Papa Leonin e 14 në bibliotekën papnore të Pallatit Apostolik. Më pas u zhvillua takimi në sekretarinë e shtetit të Selisë së Shenjtë me kardinalin Pietro Parolin dhe imzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Në njoftimin e zyrës së shtypit të Selisë së Shenjtë, thuhet se nga takimi me sekretarin e shtetit u vu në duke marrëdhënia e mirë ekzistuese ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë dhe u trajtuan tema me interes të përbashkët që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet bashkësisë kishtare dhe asaj civile. Po ashtu thuhet më tej se u diskutuan çështje rajonale që përfshin situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian. Një ditë më parë, kryeministri Rama përcolli lutjet për popullin shqiptar në Bazilikën Regina di Albania. Sot po vim tek ti edhe një herë ta besojmë popullin tonë, familjet tona, prindërit tonë. Ti që je zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na udhëhiq në rrugën e smirës, na jep dritë në dyshime dhe ngushëllim në provën e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehë, o Virgje e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen.